Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braça e ka nisur ditën e sotme me një mesazh të qartë pas dorëzimit të listave të socialistëve për 11 majin, teksa ai e pa vete në fushë të hapur sipas zgjedhjeve të liderit. Braça për 11 majin është lënë jashtë listave të sigurta për Tiranën, teksa Rama e ka hedhur në terren me plot 37 emra të tjerë që duhet garojnë fuqishëm për një karrige në kuvend. Kjo zgjedhje e Ramës siç duket ka lënë të pakënaqur Erion Braçën, i cili përmes një postimi në rrjetet sociale ka bërë një reagim domethënës, teksa ka publikuar një foto të tij që në dukje lexohet qartazi fjala shtypi. Deputeti i Partisë Socialiste e ka shoqëruar edhe me mesazhin: ka gjithmonë kohë për të bërë gjërat që do, mjafton liria. Mosvall Braça po jep lamtumirën Partisë Socialiste dhe politikës për t'ju rikthyer medias. Kjo mbetet për t'u parë në ditët në vazhdim. Kujtojmë se Erion Braça u vendos nga Rama në listën e hapur të Tiranës, që do thot me shumë pak shanse për të fituar. Ndaj, ai nuk ka dashur të rrezikojë, duke u dorëhequr. Megjithatë, ky është ende një vendim i pazyrtarizuar, por reagimi i tij ka lënë pikërisht këtë të nënkuptohet.